urrejtjen raciale, me nxitjen e dhunës kundër ndëretnike, gjitha këto janë të ndaluara edhe në demokraci. Pra, penalizohet absolutisht. Me gjoba, qoftë edhe kanale televizive në gjithë botën mund të dënohen, për shembull nëse si jeni do botonte kodin skena së natyrë, jo nxjerr zogun, jo nxjerr këtë, do pagunte gjoba të mëdha. Po vetëm është një gjë tjetër, kur një artist del me armë televizion, aty shkon polici të dera. Këtu të ne nuk kur ta takon policin trafik do të jesh shoku. Bravo, më pëlqeu. Jo, kjo është thelbi. Është debat tjetër, pra ideja është mund tash më ajë fajin ti. Jo, nuk po ja hedh. Unë po them, çfarë realisht ndodh dhe çfarë nuk ndodh në vende demokratike. Pra, në vende demokratike ka ndalime. E para ka ndalime që burojnë nga ligji, do të ndalojnë ty që të botosh ku do të japësh një film pornografik në orën në një kanal generalist në një orë caktuar të ditës ose darkës, e para. E dyta duhet përcaktosh, duhet të shkruash aty poshtë që ky film mund ndalohet të miturve apo etj. Janë të gjitha. Një sekond. Nëse bën, dhe ka edhe autokontroll. Mediat mbi gjitha në demokraci vendosin autokontroll. Domethënë nuk presin të rregulluar nga jashtë, por kanë përgjegjësi që burojnë. Asa nuk intereson fare ta nxjerrin në emisionin e nxjerrë YouTube. Po krijojnë, po përdorin rrjetet sociale për te media. Mediave mund të ketë me miliarda ndjekës, për shembull një skenë vrasje e terroristëve në Siri. Me mirë, keni parasysh të pamjet e të merë ku i pret kokën ai. Nuk transmetohen në televizion. Nuk mund transmetohen. Pra mund ketë interes sot që ne ta shikojmë një gru të vdekur, atë gruan e vdekur maternitet, ta shikojmë me pamje. Si till, por ka një etik që të ndalon ty që ta japish fytyrën e të vdekur. Ka një etik që të ndalon ty ta japish fytyrën e të plagosur në rrugë, që të japish njollat e gjakut, që të japish, pra ka edhe ndalime që burojnë legjislative, ka edhe etike, kode etike që janë kode vetë kontrole që burojnë për përgjegjësisë që kemi ne për profesionin tonë. Profesioni ka efekt të kategoritë caktuara sociale, ka ndikim shumë më tek fëmijët, të kategoritë që janë pa mbrojtura nga pikpamja psikologjike, nga pikpamja kulturore etj. Dhe ne normalisht duhet ta kemi këtë përgjegjësi. Interesante për publikun, do i shtoshim blendi do t'i shtoshim tashin 2 vajzave të reja që quhen pak famshë që fillojnë postojnë me sende luksi, që po fusin depresion gjysmën e treqerekun e gjimnazistëve të Shqipërisë me një shembull konkret. Publiku jot sot do bësh 3 milion njerëz nëse unë do ngresha dhe do zihesha me ty të kapësh shkëmbë. Apo jo? Pa do ta bëjmë ne këtë? Një sekond. Ose me Berat ose me këto. A duhet ta bëjmë ne këtë për fituar ku diun 3 milion shikues momentan? Jo. Apo duhet t'japim disa sepse ai aty Marku ka drejt, sepse ai shikuesi momentit që vjen nga skandali nuk të ndjek nesër. Ta fusim në link ku ishim. Atëre, në para 80-s ishte Vaçe Zela. Dakord? Ishte interpretim tekst, kënga që përgatitet 6 muaj. Në 90-ën ishte Fantastik Arditi, Sandri Piro, unë jam i të Aurela. Në 2000 dolën West Side, dolëm ne njerëz që ishim pak më ndryshe se këta, Elvana, Orinda, Flori, gjithë grupet. Në 2010-ën janë këta. Çfarë ndodh? Tani ajo e di se ka punuar në televizion muzikor të përtrin, ne gjithë e dim, tani duan vetëm një bit dhe 4 vargje që përsëriten. Tani, apo përmirësohet trendi apo përkeqësohet trendi? Unë mendoj me nga 90-ta, 2000, 2010-ta. Në fillim thosha, po pse ashtu, po këta ka dhe që bëjnë për shembull kënga e Getit me atë gocën me ajo të famshme që u bë miliona klikime me Majkun. Nuk jena më super hit. Tani ajo kënga ka ritëm shumë të mirë muzikor. Tani kënga e Noizi ka disa këngë që i ka vërtet shumë të mira. Tani këto nuk janë, unë tani dëgjoj akoma Eminem dhe Tupacun, po unë nuk mund të themi 16 vjeçari që mos e pëlqej Bow Down ti këngën e Noizit me Encën, sepse ai e pëlqen ja vë dhe kërcen. Ti nuk i thua dot më sot bahun me dhunë. Nuk do marrim pjesën artistike. Jemi dakord që po e quajmë që Noizi është fillohet marrëdhënia. Unë përpiqesha që të bëja shembull tipit të shkoja të bëna një bamirësi që të krijoja në kokën time të dyra një model,
Tani dile dhe thëva ky është Ferrari. Ngele me gjithë bamirësinë edhe ky është Ferrari, ai thotë dua Ferrari. Blendi, këta njerëz imitohen. Noizi është karakter, është personazh, nuk është çështja se ai del me thotë. Nifem si i pari, erdha me Ferrari. Atë imitojnë në mjekër, në flok, në shikim, në mënyrë, në çdo lloj gjëje. Prandaj unë them që atë çfarë ne ju ushqejmë publikut ata i merr. Dhe modelet e Kallashit apo shumë femra të tjera, fillon jo te portalet, fillon te media vizive. Fëmijët e vegjël aty imitojnë Adelina Ismailin, dilte atëre një kohë po ta mbani mend. Në zedrita imitonin gjithë Adelina Ismailin.